Kam ardhur në një tjetër fshat të Kukësit, në Topojan. Ajo që më bëri përshtypje është xhamia e fshatit, edhe mali përballë, pamje fantastike, po ja tregoj. Me vro menen, jo, më se vro menen. Shkopi dukan tjetër. Po ç'ish dush më pa kamer, hajde. Thoni ju që zë ta kuptoj unë tani. Se Nuk sa që ki zot si janë staj për jo. Do pisë ko një pisë. Dashuria me lek, s'ka vlerë. Tirana do lek. Po nga keqja shkojnë, po. Ase kisha menduar ndonjëherë që do vija këtu, por qëllimi kryesor i emisionit që unë bëj është që ta njoh Shqipërinë, t'i njoh fshatrat, sepse pas kemi pa fund dhe nuk e dija që Kukësi i kishte fshatrat një në veri, një në jug, si i thonë. Tani, këtu me sa shoh jam në qendër të fshatit. Shtëpi të braktisura kemi pa fund. Do mundohem të shkoj, sepse është dhe koha e keqe dhe në këtë moment është 2 gradë dhe po fillon të bjerë pak borë. Do mundohem që të shkoj të Trokasë dhe të takoj njerëz, sepse janë ata të cilët më bëjnë të mësoj rreth fshatit ku unë kam ardhur, rreth traditave, zakoneve të tyre dhe si është jetesa e këtyre njerëzve këtu. Ajo që më bën shumë përshtypje në fshatrat e Kukësit është mungesa totale e infrastrukturës. Dhe kjo e bën që dhe njerëzit të kenë jetën pak më të vështirë. Për të mos brockullisur unë më shumë se ç'duhet, mundohemi të takojmë banorët, shpresoj të më presin mirë. Është fshati i dytë që unë vi, sepse në fshatin e parë që isha, u kënaqa, më nave bukë me vete. Edhe diçka. Një kolegu im më tha që në Topojan do ta kesh ta shumë të vështirë ta zoti kuptosh shitshta se çfarë flasin për shkak të dialektit. Kështu që unë do them po. Pritani se e pash një zonë këtu. A vjen pak të lutem? Thjesht kamerak mos ka qenë, po. Si e? Mirë se ju gjeta. Si e njëherë? Si kalon ti? Mirë, faleminderit. Ja vim ju shohim njeriu dhe ju pyesim për problemet që keni këtu edhe çfarë mungon. Infrastruktura, ajo që pash rrugën e pas kemi keq. Shkopi dukan tjetër. Po ka tjetër, se aty të pash këtu. Edhe herë e parë që vi edhe si njoh njerëzit. Nuk. Po mirë, ku të shkoj të pyes? Prite. A e ke burrin? Do ta kemi pak të vështirë, sepse ndoshta ka dhe njerëz të cilët e kanë siklet kamerën. Edhe shtëpitë janë pak të vjetra. Ja të shohim mirë. Me sa kuptoj, shkoj të ras burrin, ndoshta gratë e kanë pak vështirë të dalin në kamerë. Qenë ka pak ftohtë. Makina të vjetra, qa viti mund jetaj benzi atje? 240. Si jam, nish jam për makina. A donacion njëria, po? Janë 220. Po Lediona, më duke se të takoj vetëm makina, se njerëz. Me sa shoh nuk po në del njeri. Pak të nga kështë të thënë që do dali apo jo. Si tua? Jo, a? Vështira? Po mirë. Miru pafshim. Falemderit. Fshati Topojan. Sa duhet të mësoj rreth këtij fshati, sa duhet të mësoj rreth historisë edhe kurioze jam se tokat këtu nuk besoj që t'jem pjellora.
Hajde të futemi njërë të kjo shtëpia këtu tani se do të rokasin, s'kemi çfarë bëjmë, se mbi gjitha njerëz jemi. Kjo këtu, nuk besoj, I bie të shkojnë të kjo këtu, tjetra. Ua, po si na la të presës na thaj që do flasim apo jo. Një lopa ande. Si e ndjeka I fëmija, hajtë. Pra, me sa kuptoj, unë këtu duhet të lutem të gjej njerëz. Okej. Oho, ku është shtëpia? Hajde, dini. E vështirë për të dëgjuar. Po mira, nuk është gjuna që unë mos takoj njerëz që po kaloj gjithë të ftotën këtu. Besoj që duhet të futemi ande. Ajo që më bën përshtypje është se pse kanë vendosur kamerën në shtëpi. Po më duket vetja si Big Brother. Po ja mbyll derën, sepse ja hapa dhe jam e detyruar që ta lë ashtu si të gjeta. Nuk do mërzitemi, nuk do lodhemi, hajde shkojmë ande. E di që e keni që vështirë, po hajde. Ftatë. Di që to po janë ka në Gramsh. Mban mend atyre ka ndalë kjo historia e ufove. Po këte s'ka ufo. Po s'ka e gjë, po unë si njoh si zona. Nuk dëgjova. Jo, s'mund të hap derën. Jo, frikë s'kam, po më akuzojnë pastaj. Sa më jam trembur. Si e? Me shëndet, e fort. Ajo mësusja atije, po të bie telefonit, pse nuk e hap? Si telefonit? Telefonit ta që t'ju them atyre. Në sta, që e kupit ka, hajdi mejna, audutët. Të vi brënda? Me kë jeton? Në pjavë. Asa e mirë qënke. Dëgjo, unë jam Lediona dhe bëj emision në fshatra. Edhe vi ju pyes njerëzit për probleme, qa probleme keni këtu? Ju shoh edhe ju si njerëz, a jeni të mirë? Herë e parë që vi këtu. Po ikë se mos më thot gjyplaku. Gjyva me të në plakë, plakë. Po thaj të vi këtu rrim këtu. Hajde. Si e? Hajde, mojë. Sa të mira. Po, a të vi me kamer apo pa kamer? Po qish dush me pa kamer, hajdese. Si e? Nam, po të qish je? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit ju. Me shëndet? Na. Më fal mirë se ju erdha kështu, por është herë e parë që vi në zonën tuaj dhe nuk e njoh si zonë, po që keni njerëz të mirë se fjalën e parë thoni hajde brenda. Po hajde me. Hajde lut. U lodhëm pak se jeni shumë larg. Ven. Larg jeni, po nuk ju kam bërë që këto rrugët të jetonin qik mirë, po vetëm balt. Balt, më të mëjtë njerës në është balta, vetëm njerës më të mëjtë se e kalon 6 cëllë, se a mëjtë që që me makinë që atoj, caroki ka bështohue. A ulemi këtu dhe flasim? Apo kefto? Po mrejna, hajdi mrejna, probre. Po tani, kush e di jeni duke ngrën buka, apo jeni duke pjetu, si mund t'ju marrë me kamerën? E keni të reguluar shpin? Venin e kena, po e kena pak ti mund, se tajmi na ka mëjt.
Po hajdi. Hajde. S'ka dert. O, sa ngrohtë. Sa mirë. Ja, mirë se ju gjeta njërë. Ti, nuk di të flas, ti flet shumë bukur edhe nuk ka nevojë të flasësh me fjalë të mëdha, po të flasësh me shpirt e me zemër. Po ti je nusja e shtëpisë? Po. Sa vite ke? 38. Ti je nusja e madhe? Edhe pse je madhja pleqt me ty? Është vjera? Po, vjera. Hajde vjera më tregoj një qik. Nuk jemi lot, s'ka gjë. Mirë, faleminderit, mirë. Unë me sheqer e pi. Bananuse. Sa fëmijë? Una. Kam 6. I kesh mirë. Dim kam 10. Në të kalzov vdekjet e që shumë ka vdek më në fëminja, jam nën budale. Sa? 8 vjet më ka vdek vajza. Jam kom kooperativ, të vadit Kolomoq. E ku më shilë në drim. Ku marrë në drek, ma gjithë, pasha zotin me bini e kje rrenë, ku marrë e në dhamat ishin kam në dzojnë, e në qëtëtëjt e dorës, ishin kam në dzojnë të kohës. Shilë, s'kishëm, plakën se kishëm. Po, e lije vetë. Burrin e kishëm në komand. Agje ku kam të në komand. Brigadiri këton, s'ma i kemi tro, ka është për lupën. Me thonë, me aqit. Edhe se, si korshin, mirshin, ka është. Së më ipke, u detirova e dola më punë shkojtë ca. Ku marrë dhe këmë gjithë vdekët. O, bo. 8 vetë. Librën e hapëme. Stilapsin. Në libër. Vume se kjelar ku ka shkërëve. Po. Më krejt 3 jave ku më shkujë ku më shpilët e burri, po më se gjafë ku. Se që te ku me jetë, më se di ku shumë ka të shpalja. Ishka në kohë. E nuk eshte e nga qikë me një arkivol, o që ashtë në përdej e vjeshtë. Bo. E shaj patro, ishka në mush, me ujë një ka lupë, pero shaj vje e loqi, te e visi karo. S'di që me të kalëzohë, për vujtje njerë që këmë hekë. Kjetra më ka vdek, masi e lava, e lidha, më jepet, i dhash me pi, shkovat më shiuj. Ujnë e këna pa lagë, gjësë si sot. Po. Sot e këna pronë këta. Ujnë e këna pa lagë, ku ko marrë për ujë. Ena jo e vdek me, ata e në gjitha me gjallë, po sënë e më rejna me. Nuk e shpëtove dot. Në fakt, Shakir Shehi, a konë doktor në të poja. Po? Bëlli dhanin, po s'pat jetë me pushtë. Bëlli dhanin, po s'mushtë e i vdikë në qatë moment. Vdikë në ajo. E ne shkëje në jo. Këto veni, spitali, kukës janë lartë për pleqët. Po. E për lindjet e gjrodhe. Është S'ka met, kush, po mund që të si kanë met. Lartë. Që ajo i bretinja sa që ata i si u mëjtë. Po. Se harreja të trishtojnë ku t'hinë plitë, ku t'na qesin i ka qaj dhe, ku t'a harrej. Qa rokin e ka qitë si qa gje, makina, kura rëzove, atë burrin e ka marrë të poshtë.
E di se s'm ka dalë ai shoferi, ai baba i vet. Baba i asaj, sa roket ajo 5 vjeçe ka bështau. Ajo qika, baba i shkoj. I kalon një tajna. Kalon një motë sakat. 5 cëllë, një djallë, 5 cëllë që një këllë. Po. E në qështë, janë jetët në toka janë. Çfarë nuk e gjeti njeriu në shkret dhe nuk e hoqi? I thon një fjalë. Ha. Është më i fortë se guri. Sot, shiki më jam, më jam, se në men, më pojtë mund që jam shpirti e me di, se unë jam E ke plak. shpirtin e vrarë. Po shikiri të mënë që to i kam mëjë, i kam 3 djetë, dom janë, cëllë kanë, mëjë janë shtaj. Po shqyr. Shtaj mëjë janë, po vetë këmë të si që. Që qonë të hapave që të kam hete, ne e për më harro, ose ka shbështet. Ne e për më harro me poj. Qështa? Të di, beta pa fjalë se nuk ka si fëmija. Ti je vajzë këtu apo nuse e martuar? Nuse. Po vajzë në cila zonë? I thënë kolosh, Kolosh. qa gjenë për te. Okej, nuk i njohë si zona. Ja. Shati dytë këtu erdha isha në Bela. Në bile ka në konë kolosh janë pak ma kështu. Okej, shati dytë këtu nuk e njohë zonën. Se një. Edhe to po janë më tanë që kur të shkosh atje do e kesh pak të vështirë me dialektin. Edhe ndaj mundohem të dëgjoj me vëmendje për të kuptuar. Më fol pak për këtë fshat. Sa vite ke ti këtu nusa? Këtu kam 55. Do me thënë e njeh shumë mirë. Po. Fshatin e njerëzit. Po, njerëzit e fshatin vë kam. A janë larguar shumë? Shumë. Ku ku marrë nëmë se janë kanë 330 e një shpi. 390. Logarit e maca, prej kësaj shpije në shpi tjetër, s'bidën të në tokë. E di se shpijat që ta i kanë metë që. Sa kanë betur tani? Kanë metë. Mo me anë ujnë, me që ta, me gjafere si i thuj në na. 30 shpoj s'kanë metë. Shumë pak. Iq. Asnjë. Po të rinja ka tu. Ja fort. Janë jashtë të gjithë? Në sakrificat, mundimet, si çdo shqiptar. Në naj kjena një gjallë kohë që kjo nëmëse, jemi ditë qika. Njënën qikë ka martu në Kosovë, njënën e ka në Tiranë në shkollë, gjallën e ka në Gjermanin që 4 vetë për pensë, po shikirë sotit ka ndalë letrat, e ne e kjena me letra në kanë nga ka pa, e ka shkue, kjere ti kanë bullë. Hala. Njën e ka di qika e ne aj një gjallë i viti, i treti gjallë ka di gjemë salë. Ti ke në jetë. Amin, klas pari ka, klas trete ka njënin e ka klas 4. Doktor, keni këtu qendra shëndetësore apo vinë kur kanë kohë? Ku baqon. Më ngushto, se jam katonare këto, në gjegji. E marrë vesh, po jo, shiko. Birë jem, aman. Dgjoj, ti do flasësh çfarë të duash, por unë e di situatën, nuk ka nevojë. Aman gjallë nanës, të kam si birë. Doktor Arnov Kuksi, një për për jetën teme, Arnov Ervin Kovaci, i Kuksi. A im ka vëmë kam, se unë e di herin traktit, e kum kaluë. Një, jam me një balë vëzeme, njëna së më pënën motiko, që 22 vetë, se jetoj me njënën balë. A im ka mërë, me hapa, muj për muj, hapa i marë, me lek, jo pa lek se, pa lek po me hapën s'ka da ume, e ne
mi fugje, doktori mi ka fugje, e në më ka thonë mi marë, që shto mi ka shtojpë, me kam, e në më ka thonë mi marë. Mos i pi ato, sepse... Se janë pleqë Ato të skaduarat janë ato me rimbursim. Po, Gjoja pa lek. Pa lek, e në shtaj i marë me lek, e në pramatizëm. Njerëzit si janë këtu? Ka njështë mëj. Ka në njështë të këqi. Po, të këqi s'kemi shtaj. Se të këqit më kanë. Kanë i kura? Kanë i. Është pastruar qati. Ti e tonë me nusën, kështë nusja e madhe. Po. Më mi nusët e mëdha apo të vogla? E di pësa ku më ro me nusën e madhe. Se nëmë se së një lidë dhe nërsaj, po nëmë se të traja e kam të mëjë. Po më ka hek gjalli madhë, kërë këmë pa carok, më shpojnë ka mos e mishë, se s'kishëm këmë jalanë, se plak jo, kuna atë jo, gjon jo e vetë me jam konë. E mishëm ka shkujshëm gjallin, shkujshëm me korë gjallin e mishëm, shkujshëm ata e mishëm, kurse u bon pa ka jalinshëm këto, ja i s'mi këshirë ke këto, se carok dilke me lujtë. E ne më shkojtë ca. Tash në ditë bilëm nëmë se stash të kishëm pa në ato dhja se kanë ditë. Me shën bajnë me dhe natyrë. Unë e ditë zemrën e nënës, se nën jam vetë, po kishë torturon vetën. A e këte në zërgjë pas? Jo. Jo, mjetë, vetëm një gjo mjetë më rakë. Se më shjela një, lirë që është në dalë. Po nuk e dhije se qëfar do ndote. Kishë torturon vetën, më beso. E ne, se nuk e shtajna, se s'ka pa arkivula atërë në atë kohë, se nuk e shtajna me një korrit drumë si loshtë në përpara, një tra. Ma në një grupë që atë thoju njerëzë, me një korrit që ka që në hajtë. Shtajna. Lejer në këtë e saltanatën e mëjë, që jo mjetë pak gjithë. Mundohu që ta heqësh nga mendja, sepse e lëndon më shumë atë zemrën tënde të lënduar, dhe koha nuk thehet më pas. Ja e mendon ti, ja lëndohesh, ja qanë. A e këtem pas? Jo, qashto. Po pra, mos e mundon më veten. Të kujdesësh pak se je e sëmur, edhe je zonjë grua. Edhe faleminderit që më fute brenda. Me në vrojt, mos me të shmanë, me të vrojt. Jo, faleminderit, e vlerësoj shumë. Gjime dam, pe me gjonë s'kena se. Po mirë, prandaj tam, ka njërës të mirë, ka edhe njërës. Nuk po i quajt këqij, po jo të mirë. Tjetër çfarë do të pyesja? Buqësia apo blegtoria? Me çfarë merren më shumë këtu? Që të si janë këto, hem me buqësi, që atë tokë si e ka në pënë, e ne me blegtoria. Dalin në stanë, verës, s'kanë stanet mëjra, me plasmasa. Po mirë. Po, mbledhin boronicë. Boronica? Po. Do me të në ardhura kryesore këtu është boronica. Boronicë. E keni vetë mirë boronicën? Po, boronicë, mbledhin, po, e kam dëgjuar. Mbledhin. Po. E ne e pëni ma shumë ajo. Që kjo mu, asha që shanë bo. Ujnalet kjo s'nalet. Ashtu, Për zotin. Sa gratë forta kanë qenë. Mbledhë, shumë mbledhë. Largë janë. Sa largë janë? Po disa hatë rrugë me shkugë e salë. Edhe të kthesh? 4 sahat. 4 sahat. 4 sahat. Thoni ju që se ta kuptoj unë tani. Sa mbledh në sezon, afërsisht? Kjo, 20 kg në ditë. 20 kg në ditë? Po me çfarë i sill? Me kall. Me kall, okay. Sa është kilja e boronicës? Shtajnë ka shkuë 8 kg, 8.500. 1 kila? 1 kg. Po, tahet kjo apo është një? Një me i kanë marrë. Po, më ke let ju këtu? Një me i kanë marrë. 20 kile? Let, kanë let. Shtajnë me javë. Duhet të ardhur këtu?
Atë vit mbledh dhe u. Hajde, më shtë të bash. Për zotin, Se mos hajde. më thuash pse mblodhe kaq shumë, mblodhe më shumë se Nusja. Sa, që ki zotë si janë saj për jo. Po të bëj Po kështu me komshin, ta pini kafe në mëngjesit, me që nëse më kujtuat. Mirë se ju gjetan, unë nga Ma, zona se ime, ka. nuk themi gëzuar me kafe, kështu e kemi, nuk e di si e keni ju. Jo, në natë, që shto. Ashtu. Kështu që mirë se ju gjeta, faleminderit për këtë ambientin e ngrohtë dhe për këtë zjarrin e për këto fjalët e mira dhe për këtë bisedë të ngrohtë, e vlerësoj shumë. Po, si në malina, se na ka bon të më ki plas. Ku ta fënë na ka këta na ka mëj. Të mbyt kjo kur kthen. Po, se ka frënjë, se ka krejër. Po drut ku i bëni? Në ma. Vet. Po. E kuptoj, pse me drut, ku s'ka me çfarë ngrohesh. Po, Po, rrugën, e di çfarë më bën përshtypje. Shatrat këte nuk kanë rrugë. Se po të bëhet rruga, jena më po. zhvillohet zona. Se nuk jam shatrat të këqij, janë Po që bukur. rrugë ka një kete. Se mu me kone në rruga e Boronicës me dalë, me mletë, knaqen. Po. Okej. Ma po, skrekush. Po nuset nga jemi kryesisht nga Kosova? Jo, nëse njënën e kam, e ka thonit të pojani. Atë ditën e kam. Këta e kam e të ninqë, që je poshta. Ka thëmë në ninqë, dhe i kam të ninqë. E njënën të pojani. Këto nuset e sot, do me thënë nuset në përpara janë të mira. Po këto të sot me, pa. Se di, A, me pa. të cuqmet. Cuqmet janë në me shkollë. Këto parat janë ma. Po të lidhje ka, janë me shkollë, po. Po plasë jam nuse revje vetë. Vetëm i laçën. Shej, qëta. E në këton traumatizmës, bilem që ta e kam njënën papaj. Tani do Jo, faleminderit shumë. E kam bukur me vete, ma ka vënë një zonjë nga Bele. As mos e vri mendjen për këtë pjesë. Faleminderit shumë, mjafton fjala. Nëne, faleminderit shumë që më fute brenda. Mora një çiftë ngrohtë se disha këto. Dhe të uroj shëndet të plotë dhe më premtoj që nuk do ta mërzitesh me vete. Ti do dalësh shumë bukur atje, do dalësh zonja më e bukur e Topojanit, më beso. Kjo është nusja e madhe. Është nusja e madhe dhe bën gati 4 orë për të shkuar në mal, për të mbledh boronicat dhe mbledh sa kile blet në ditë, më thuaj të vërtetën. 20 kg. 20 kila. Mos në gjetë. Me 8.000 lekë kilja, Po. ty bravo të qoftë me zonjë. Edhe nuk ti duhet të dalësh, prandaj dua ju t'ju nxjerr aty, se jeni shembull, jeni gra punëtore, jeni që nuk hitoni jo punës, i bëni ballë shtëpisë. Kështu që mos a di që je shembulli më i mirë? Edhe s'ke pse të kesh turpet as nga kamera as nga një gjë? Edhe ta, nuk të ikni pa ngrënë, ta të shkoj t'ju marr diçka. Faleminderit për fjalës. Dhe bravo të qoftë për kujdesin që bën për vjerën. Të të përqafoj. Faleminderit. Gjithë të mirat. Po ku e shumë këta me deshtë? Do ta them unë ku do ta shohësh. Respektet shumë. Faleminderit shumë. Dhe gjithë të mirat. Kashtia. Faleminderit. Edhe çdo do zemra. I paç fëmijët me jetë. Mere këta. Me shëndet. Mirë se të gjeta. A je lodhur? Pa pak. A je mërzitur? Jo, hiç. Shëndetin mirë? Mirë. Drut? Droti bëjmë. Ngroheni. Kam betu në rrugë dhe s'kam blek për naftë. A do më ndihmosh pak? Nga jeti. Unë nga Korça me origjinë, jetoj në Tiranë. Po, ka jemi të E pe kamrën prandaj. Ka jemi të shkuar. Unë kam marrë këtu në Topojanin tuaj. Të bëjanë, s'ka pa arsye, nuk vend të bëjanë. Arsyeja është unë për një emision në fshatra. Po, Quhem Blediona. po, jo, s'këndosh. Dhe herë e parë që vi në zonën e Kuksit. Po, Me thënë të drejtën më thanë që shko atje se i ke njerëzit shumë të mirë. po, shumë drejt. Ata që kam takuar shumë të mirë kanë dalë. Po, Më kanë dhënë kafe, më kanë dhënë bukë me vete. po, po, Dhe tani të pash ty dhe thash prit ta takoj edhe këtë zotrin. po, na shumë mirë e bëna. Nuk bëra gabim.
Jo, s'ke bërë gabim. Tani, gabova në këtë që thash që jeni të mirë, apo jo a bëra qefin kot? Jo, më vale se për këtë takuat e, Po, varet këta konë, se ka 10.000 të këshin. Ka thonë një kosovar, çdo pisë ka një pisë. Çdo vise ka një pis. Po. Çdo fshat ka të mirat e veta dhe të këqijat e veta. Ti je dem babadem këtu. Dem babadem këtu. Do me thënë një person i dur për të më folur për këtë fshat. Po, foli më për fshat. Mësova që këtu kanë qenë shumë shtëpi. Po. 393 nëse nuk gabohem. Po. Tani kanë mbetur diku tek 30. 36. Ku kanë shkuar ata? Kanë ikë në Tiranë. Po ti pse s'ke ikur në Tiranë? Unë s'kam desh me ikë Tiranë. Je mirë për sotin këtu. Kam çuar fëmijët e mi në shkolla. Po? Nuk kam llogarit me bë luksos për veti, kam llogarit për fëmijë. Ke menduar për bravo të qoftë. Po. Edhe këtu. Sa fëmijë ka? Unë kam 5. Ti kesh me jetë dhe shëndet. Faleminderit. Dhe ke vetëm në Tiranë apo kanë ikur? Të bëhet edhe di çuna. Po çunat ku janë? Çunat njëri është në Tiranë, në punë, edhe në shkollë. Njëri ka qenë kamerot me qartën edhe ja kanë në linja 4-5 vjetë e kanë topa, që e ka. Nuk i ka ecur. Jo. Dhe vajzat një të matuar në Tiranë të të. Janë mirë të paktën. Mirë. Ti je këtu vetëm me plakën? Vetëm me plakën. Po ku ka më mirë? Dëgjoj, shkoj në shumë fshatra në gjithë Shqipërinë. Dhe kanë mbetur vetëm mosha juaj në fshat. Sepse fëmijët janë larguar për shkak të kushteve. Sepse nëse nuk ka shkollë, çfarë do bëjnë aty? Do ikin për fëmijët akoma më mirë, si thua ti që rregullova fëmijët edhe unë qëndrova këtu. Qëndrova këtu, më mirë me qëndrova se sa fëmijët. Për çfarë njihet Topojani? Topojani njihet për tradita. Tradita, okay? Traditat vetare. I keni këto traditat, a? I ruani akoma? I ruani këto traditat. Topojani është djekë nga Serbia është vra, në 1913 ka vra 620 vetë. 620 veta? Janë vra në këtë gritën këto. Këtu? Nga Serbi? Nga Serbi, po. Me thënë që keni fshat me histori? Fshat me histori. Po, që me bo, tani. Nuk kanë ndryshuar vetëm njerëzit, kanë ndryshuar vendi, fshatrat, qytetet, se ka ardhur ky ndryshim? Nuk ndryshon kur. Po ikën njerëzit, jo, ndryshimi e kisha në këtë kuptim që i boshatisur. I boshatisur, po, kanë ndryshuar njerëzit. Se thonë që shtëpinë e mban fryma e njeriut, edhe fshatin fryma e mban. Po, fryma. Jeta. Çfarë të mësoj tjetër për Topojanin? Çfarë probleme ka këtu? Probleme? Probleme ka pas vazhdimisht. Llogaritë e rrugës. Balt. Alo rruga e makinës, kemi pa vetë. Ka qenë katastrofë. Është vetëm për shkon Breki, për shembull fshatet Breki Xhaferi. Katastrofë. Pse nuk është investuar? Nuk e di. Po njerëz jeni dhe ju, pse mos investohet? Po më investohet shteti, ka investohet shteti udhëheqjet e vendit nuk e kanë bërë. S'kemi udhëheqja vendit. Udhëheqjen e kemi ne, po s'janë të saktë. Po s'janë saktë, janë vetëm për veten e tyre. Janë udhëheqje të komanduara, nuk janë të zgjedhur nga populli. Zgjidhen vetë ato. Jo, mos e thuaj këta. Janë mbështet, po, partia. A ke prova? Partia, po prova. Ku i ke prova? Partia i ka bërë. Po se antar partia, do me thonë nuk merr as në punë nuk hi. Më mirë Enveri apo këta tani? Enveri ka pas mirat e veta, edhe këqijat e veta. Po. Këto janë më të këqij se Enveri. Këto janë vetëm për veti, me çvat për veti. Të themi atë që është Enveri mendonte për popullin. Enveri mendonte për Për popullin. vendin. Ka Enveri, nuk 44 s'ka pas Shqipënia asnjë. Ka pas që ka pas mos i me bon. Ka pas këqija të veta. Enveri ka pas vetëm një gabim. Se nuk hapi ekonominë e tregit me sistemin që pas një parti. Ekonomia e tregit, popullit punojnë këtoj. Shtetin mojve. Këto janë bërë një që Shqipënia 2 milion është, janë bërë 200 parti. E vërtet. Kush janë këto partit?
Këto janë parti, po që me zhvatë populli. S'kemi nevojë për 200 partinë. Po pra, se ne mbajmë për populli zgjuar, pse s'po bëjmë diçka? U shëpit populli. Po populli po të bëhet i gjithë bashkë, di si i heq ato aty. Jo, po s'bën bashkë. Po pikërisht pra. Jo, bëhen bashkë se ato kresorët, partia kresorët i investon. I vep para aty, edhe populli rirahat. Po. Me plakën, si është të ditën? Mirë. Çfarë bani gjithë ditën? Të bën të ne, kemi vërdave, vëjmë dëri dru, dëri këto, dhe kam një mushkë mrena këto, kam dhe pula. Më thanë edhe këtë, që këtu e ardhura kryesore është mbledhja e Boronicës. Mbledhja e Boronicës, po e kemi larg në Boronicë. Sa larg është prej këtu? Po, dhe me herë 2 orë me makinë. A shkon ti apo pjesa tjetër e fshatit? Shkojmë njerëz, dhe 3 shkojmë, 10 shkojmë. Ato lartë në të ure, ato që janë shkojnë dalën, ato që i kanë ma opër. Po se da i kemi lartë. Me çfarë jetojnë tjetër këtu, përveç Boronicës? Veç Boronicës ka mbledhët gjithë më shtetle, që e të bimë miksore. Vetëm me bimë miksore, a? Po, bimë miksore. Po të ardhura nga emigrimi? Ka në emigrimi një pjesë që kanë në emigracion në venë, ato që janë me letra. Pa. Qojnë, ato që janë planeta për vetis në të në gjë. E di, me sakrifica. Me sakrifica. Ma keqë është e gjithë se këto. Po, e di. E ke menduar ndonjëherë ti kësh nga këtu dhe të shkosh në Kukës apo në Tiranë? Jo. Pse nuk ikën? Po së ikë, me shku në Tiranë unë nësë jetoj me pensionin. Tiranë janë qëmime të dhe 30 euro, këto përshemë dhe të vatet i bëjmë vetë. Edhe pëjmë kemi molla, darda, rrush, i bëjmë vetë. Të shkoj e tjeva. Përveç rrugës që është problem këtu, po mjeka keni? Mjekin e kemi, po këto kemi mjekin, po mjekin në Kukës, s'kemi mjekin në Kukës. Në spitali Kukësit? Po se kanë ikur dhe mjekët, kanë ikur në Gjermani. Po të paktën këtu, a keni, sepse për një rast emergjence? Kemi ambulancën, e keni të mirë ambulancën? Mirë kemi ambulancën. Okej, nëre, po shkollë? Edhe shkollë, që edhe kemi shkollë me mesë. Është e mirë? Po, mirë. Se këto janë kryesoret në shatë, rruga, qëllështëtësore, shkolla. Sa fëmi ka këtu? Nuk e di, valla, kam letë pak që dhe jene, se janë brekiria, gjatëvere, të bajane, këto, kolobozi, janë pak me të ngetë. Do të bëj dhe një pyetje. Cili është fshati më i mirë në gjithë rrethin e Kukësit? Kush është ai fshati që mbahet më i mirë? Në rrethin e Kukësit nuk e di edhe poshtë. Po në këtë zonën këta? Topojani. Topojani akon, po s'është Topojani më. S'është më? S'është më, ka lik njerëzit. Po mirë, pavarësisht historinë e ka. Historinë e ka pas gjithmonë. Topojani kanë ditë emrin Topojani që kanë popullit bashkuar. Kanë qenë bashkë. Okej. Ti pol që një po ishin gjithë njerëzit, ku qatrove. Të ne s'ka. Të me të shumë, 36 shpi janë, edhe ato s'janë këtu në qene. Janë lagja në janë të shpërndarë. Janë të shpërndarë. Tani, unë vajta në 2 shtëpi, atje nuk ma hapën derën. S'ka pas njerëzit. Kishte? Janë prika. Nga se priku robi mirë jam. Janë prika do. Hajde, do pini kafe. Të falemderit shumë, piva kafe aty, edhe duaj që të shkoj edhe në fshatrat të tjerë, për t'ju njohur akoma më mirë, se gjë kryesore që unë shoh aty është... Ku do në shkuete, qa frati? Po do shoh një fshat këtë. Po Brekiria e një konë lartë? Jo. Brekiria qafere, jo. Është shumë lartë? Jo, po s'është lartë. Po thash të shkoj akte nga Shishtavetsi. Po në vësi Shishtavetsi. Po. Edhe ju takova, ju tani do iki. Po pse më shkoj ri për darkun? Ha? Falenderit shumë. Të fala shumë plakës. Fala pas. Për qafoje nga unë. Se është porosi që ja jap të gjithëve. Po pak, jo shumë. Dhe kështu punët të bajone ka qenë, të bajone zonë, të bajone që janë e para, gjithë monë këtu. Ka një s'ka të bajone, ka ikë. Ka një njerëzit. Dhe ato njerëzit që kanë bëhet këtu. Janë ata më të varfrit po thua, po që s'kanë mundësi? S'kanë mundësi. S'kanë pas mundësi mbi.
E kuptoj. Po, është e logjikshme. Po. Se dhe me shkua gjë, do investim. Do lek. Po lek, do investim, do. Aman, Pa investim e zbo. dëgjo, me thënë të drejtën, unë jam shumë pro fshatit. Po. Edhe pse janë larguar se s'ka investime, se po të ketë investime, të gjitha duan fshatin. Po, me Se i ka të gjitha të mira. Më mirë atje. A është më mirë. Ja, uj këta është më mirë. Ujin e ke pa lek, Pa lek. perimet i ke pa lek, perimet pa vezën lek. e ke pa lek, Po. qumshin pa lek, Po. ajrin pa lek, Qa do më? Ajri dhe uj janë kryesore. dashurin e ke pa lek. Po. Pa lek. Apo sa ande është bërë me lek dashuria? Jo, jo. Më dëgjo mua. Dashuria me lek s'ka vlerë. Pa ashtu është bërë tani. Tani Tani s'ka dashuri pa lek. Hajde këtu ti, mos mi thuaj plakut mua. Ta bëri me shenjë. Hajde, hajde. Hajde. Së dëgjo ka. Nuk e dëgjo. Se di qa ka, qa problemi ka atje mrena. Jo, s'ka problem atje mrena, po thoti pse po rri me këtë vajzën. Jo, pa atë, po, vajza, s'ka dishim, jo. Po e pesi ta bëri, hajde këtu. S'ka dishim për vajza, Mirë, s'ka tani dishim, Më tregoj që të dëgjon. jo. Thuaj, hajde këtu do të vijo. Iku. Dëgjon. Mos më bëni se i dërmoj. Hajde, vaj, këto një. Aha, shikon? Aha. Iku. Ike se... Gjithë të mira të uroj. Dhe shëndet. Dhe falemderit që e le punën edhe erdhe më pola. Punën në një të ka traditat e vend të kur vej kush, të dalosh punën. Për shemë 10 minuta, nëse ka me rritë, më shumë e futim mrena. Ka edhe zonat të tjera që s'ma hapin derën, s'ma flasin. Ka vetë zonë njerës, ka njerës që dush. Ka. Tash unë e çdo fisë ka një pisë. E mbylli me këta. Ka, dhe çdo fshat ka të këqijat e veta, të mirat e E veta. vetë mirat e veta. Po gjithmonë më shumë ka të mira se sa të këqija. Ka lëlle njeri. Tani, çdo kush mundohet që ta tregoj veten sa më mirë. Çdo kush mundohet që të lërë gjumë të mira. Kështu që secili e ka në dorë vet. Secili e ka në dorë vet. Çdo gjë e ka në dorë vet njeri. Punën edhe gjithçka. Respekt e pafund. Faleminderit. Edhe punë të mbarë edhe mos puno shumë sepse keni punuar. Nuk punoj për dëgjë, po punoj dhe më vonë lëvizje trupin tim vet. Për sport, a? Për sport. Ha, si e justifikoni ju. Po kur nuk rini ju pa lek, po rritani. Nuk bes me punua më keq. Ku ka më mirë të rish me gruan atje o ngrot? Puna e më njëjë. Lëvizja. E mban trupin gjallë. Po, lëvizja, do të në bërë se s'puno, do të me bo vrap. Kështu më thot babi. Po, do me bo me hec. Puna të mban gjallë, thot. Nuk rrihet pa punë. Nuk rrihet pa punë. Je. 79 vjetë kam. Gjerbonë s'kam bo alo. Ashtu, a? Ja. Tani, se keni ngrënë ushqim të mire, i keni ngrënë bio, ndërsa ne nuk dim çfarë po ham. Edhe shfaqen lloj-lloj sëmundesh nga ushqimi e çdo gjë. Ushqimet janë katastrofë. Po. Ku do që shkosh? E në të rëzavatet, po i morën pazar, shkjetë. Nuk di çfarë ha, se janë të fryra me zor. Fryra me zor. Mishi, a katastrofë. I bëjnë me gjerpana, i bëjnë me koncentrate, lloj-lloj koncentrate. E çuditshme, 79 vjeç dhe nuk kanë bërë një gjilper, thot. Po s'ka bëhe ti, asnjëherë s'ka bëhe gjerpana. O, ti mos bëf shkur. Unë kam bërë me të drejtë. Po kam plakën unë, kam odire, kam bërë operacion. Një për tomatilët, një për dhjomin. Si vete ku po për dhjomin? Ashtë shkuara, ashtë me fat. Ke fati që... Po fati. Po thuaj se unë po qaj drua aty edhe s'po dritem, ndërsa ti po dritesh. Unë edhe për zjarëmi se më ngrot kur një këtë. E shikoj që s'do t'i kësë punosh, ani do të bësh mua bet, akoma, njëshja. Nga zjarëmi se më ofro kur më ngrot. Me ngrot do, absolutisht. Të zjenë gjaku, a? Jo, unë ati e shkoj. Pse larë? Më keq. Pse më keq? Po, mësove më ngroj e më keq. Po pritet se kam ftot këtu e shjas, do shkoj ati do ngroj. Në do më vjenë. Të të them diçka, prindrit unë i kam në Korçë. Po. Dhe ku shkoj në Korçë, se këshu me zjarë janë edhe ata. Në shati e në Korçë? Jo, në Korçë janë.
Edhe i them mamit, ma sill prushin këtu se kam ftohtë edhe eri kështu. Ja, gabim. Robi lodhur më. Gabim, mo kam bo ushtrin e kam bo në kosh. Aha, njerëz të mirë andaj. Në Pustet. Pustec, po. Bashkia më e vogël në Shqipëri, liçenasi. Bashkia e Pustecit. Une, gjithë ushtarët janë prish në komët, që nga këto, që bike 2 metë e borë. Po. Edhe këto ka pasur ka 2 metë, po është rasti rravë, që s'ka e borë këto. Po. Edhe prishë, une jo. Të bëj një pyetje. Ha. Ma thuaj pak atë ushimin që ha. Çfarë ha në mëngjes? Në drekë, në darkë? Po, ushime të theshtë, bre, ha. Çfarë ha? Ha gjithmonë mëngjes? Po, mba mëngjes, ha, une. Këtë kanë. Ne dalim pa mëngjes, ne Jo, pim kafen, gabimi më i madh. cigaren edhe. Une pa bukë, edhe kër kam shkuar darkë, kam ngarë mëngjes, kam marrë bukën në çantë edhe kam bërë. Pa bukë s'kam bërë kur. E pra. E me mirë, ashtë të një që kështu, që ke mendjen top nuk e vret mendjen. Jo, se vras me e se të vras me e. Po mirë, du mendoj që njeriu, sa mirë bën për Zotin. Me vra menen, kalon stres pasi. Pa, edhe nuk zit asë gjë. Nuk di që bën. Vetëm se i shkakton vetes probleme. Vetëm i shkakton vetes probleme. Ata kem me unë mendjen kështu, unë e vras mendjen shumë. Jo, me se vra menen. Do të planifikojsh punët. Edhe s'ka nevoj me vra menen. Që ti planifikosh ato punët, duhet ta vrasësh. Jo, e planifikon punën e qosh mjes, nuk e vret menen, shkon të drejtimi. Ma me ke gjumin top ti, ja? Mu më sa djali, qova shkollë ekonomike në Tiranë, e sa babi sa Tirana do lek. Pa, të drejt. Tirana do lek, po dhe Kupsi do lek. Tirana do lek. Qa shkollë i e, sa ekonomike. Ka mësimin ka do pse ka emnin ekonomik shkollë. Vetëm titull e shkollës më të përtherë, me mu i zjerë. U këtova sa, do me mobilancin. E ke mobilancin e shpisë. Të jetë, shpisë tonë të jetë. Dhe tonë. Sa jo, sa që këmë bo. Po bone që dhe jeti. A ma shumë hinë, apo dalën. Tardërat. Po. Sa ma shumë sa dalën. Po nga vjen ato si dalën? Kuj mbaj? E kanë ditë ekonomik dhe të shpezesh ashtë sa kije. Me pas, për shemë të gjellër e balë me mishë. Mes me pas e balë me vaj. Shku shqepër me vaj e ha. Mes me pas ata shlejnë. E banë qumëshin e banë me ujë. A, ashtë ajo. Dishë. Ne, se ti të se vras mendje, ti po llogarin bilancin e bëndi. Bilancin e bëju. Si ka mundësi që ne më shumë na dalin se sa na hynë? Ka vinë ato, o do me vjenë, o do me saj bongën. Ose sa kemi? Sa kisha. Sepse ne nuk e vrasim mendjen, mendojmë dhe për nesër. Po do me nëmë për nesër, do me përnojë me nëmë e di. Po një jetë kemi ama. Një jetë, po jeta do të kaloj pas nuk e kemi ekonominë e rinia që jemi sot. Ne jemi shumë dorëlëshuar. E kemi zemrën e madhe. Unë dhe kam qumërin të shkëfër me makinë në Kukës. E sa më në pse i dhe i në Kukës, me pi kafe. Kafe a banë 500 lekë, ose 1000 lekë. 1500. Makina shpenzon 10.000-15.000 lekë me shuadi. Po pi kafe në toti. Por kafe më shko. 20.000 lekë kafja në Kukës. Po. Këtu? Këtu 1.000 lekë. 1.000 lekë një muaj. Se e ke pakon. Po, pakon e marrë. Po, ato vajzat e bukura si që janë në Kukës, këtu qatë shofësh, këndezat. Po ato vajzat e bukura nuk prerin marrë këtu. Pse? Jo, këtu zduan vinë ato se. Me ka dorin këtu. Ato shkojnë... Ti ben atletet balë. Ato vajzat e bukura, dhe gjenë kanë gjenë të babi me marrë lekë ato. Këto në pinë dohana gjenë, pinë drogë. Jo. Pa jo të gjitha. Jo të gjitha. Po mirë, tani kjo koka ardhur. Po. Se ty ta gjenin gruan, ta sinin aty, ta ambulonin edhe e kisha. Jo, sa së problemi me po këto duhet të dalin vërdal që ta gjenin. Kjo ko ashtë? Këto e kanë në gjep. Kë kanë? Kanë nevoj, kanë telefonin në gjep.
me gjithë botën merren me ta I keti qesën Po, po, ai atje duket I bukur, ajo duket e bukur, po kur e sheh pastaj ja fut vrap. I kam lafin se... Tani, ti ishe ti në këtë kohë, ti ishe djali I ri, do rije këtu? Una Të vërtetën. nuk të rrishim këtu, po edhe me shku atje, paleta më shko. Nuk do të shkoj pa letra. E Jo. po tani duhet të shkosh që të bëhen letrat, se ne kështu kemi vajtur gjithë jetën. Do me hetë me situatën. Nuk është Anglia, nuk është bota e jashtme si që ka qenë para 20 vjetë. Nuk është dhe pus me lule, e din. Nuk është si që ka qenë para 20 vjetë ose 30 vjetë. Po. Anglia ka pas interesat e veta, se s'ka dhonë letra kota jo. Po. Dhe bota bëjmë planifikime të mdoja. Po jam o ju, të kukësit keni ikur gjithë në Angli. Po kërë ikë në Angli, bra, hasa Anglia kur gjo. Ato që ka shku në fillim, po. Ato kanë hapë edhe bizneset veta. U kanë dhënë leta, ato punën të lirë. Këto janë të ikë me gomore tani. Kot, shkojnë a gjë, shkojnë të shpia e barit, I rojnë a gjë I zanë, I rejnë, I vrasën e ikin. Nga e keqja shkojnë tek shtëpia e barit. Po nga keqja shkojnë, po... Se ta bësh këtu shtëpinë e barit. Ma merë me Ta merr punon shteti. sot, ma merë punon në Shqipëni se sa në Angli. Me këtë jam edhe unë. Për sot. Jo, realisht. Po, Sepse I ke të ardhura shumë të mira. Po ta... Ke rrok të mirë nëse punon. Se do punosh. Nëse punon. Po do punon, se s'ke çfarë bën. Se nuk ti sill lekët ai nga qeve. Të largohem unë, mirë plej. Po si, klirë, ili. Faleminderit shumë. Ti na do bon një kafe. Po le, nuk se ajo gruaja as na foli fare do të bëj Jo, kafe. jo, Po ik se jo, dua të ja. të pus në fjalë ama. Gruaja nuk e di se kushini jo. Po si tham, pa e ditur, përshëndesim. Ka torë me dalë me të rrobë, si Ja. ka dhe. Se sa vesh e për me dalë. Jo, se po të thoshe që Përse unë se kam problem, unë. ti e njish. Unë kur jam punë, Për zotin që janë ke njish, E. babaxhania. unë kur jam punë, unë veshin robet më fshia. Sepse unë nuk I shoh njerëzit se çfarë kanë veshur. I shoh këtu, edhe Po këtu. te mirë, po ka njerë. Ka tjerë, po. Ka Jam shumë tjerë, dakord. Ka tjerë, thot ja. Si ka ardhur. I vajnë habijet, se Po. në punë është tot me marrë robën e re, e me dalë në Po. punë. Se e prish. Pa. Po Nuk e sepse punë, se ti shkon kur je në zire. punë, je në punë. Kur del është tjetër gjë. Me shkon zire, po. Ika. Ika, softoha. Shëndet, Shëndet, gjithë mira. Shikon, do shkoj të ngroh. Që ngrohë, hajde hini me në ngrohë. Ja tamam. Bene. Faleminderit shumë. Topo Jani, e mbyllim këtu me personazhin më fantastik që takoha, përveç asaj zonjës, e pranojmë. Mirë. Tani nuk do të themi s'ka më. Topo Jani është atje ku ka qenë, po ka nikur Topo Jansit. Ka nik njerëzit. Po njerëzit do ikin se s'kan çfarë bëjnë. Shëndet gjithë të mirat. Shëndetet mira. Faleminderit. E ke zotri? Po. Nuk e gacmova për zotin. Hajde më tako se do iki. Hajde. Më qita atje s'kam qef. Shëndet, gjithë mirat.